Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje pse duhet të jeni të vëmendshëm në zorët e barkut. Kjo është me të vërtetë që ka shumë rëndësi dhe bëhet fjalë për shakrën e tretë, që quhet ndryshe dhe shakra plexus diellore dhe ka të bëjë me identitetin tonë, me fuqinë tonë. Ne kemi ardhur në sezonin e vjeshtës dhe ndoshta që të gjithë ju keni arritur dhe kuptoni që keni një ndryshim në jetën tuaj dhe ndërkohë sezoni i vjeshtës ka të bëjë me atë që ne bëhemi të vetëdijshëm për atë se çfarë ka ndodhur apo po ndodh me ne dhe sigurisht ndjeni që kjo energji e shpejtë po ju ndihmon që të gjithëve që të lidheni në tokë në fund të fundit me pra jeta në këtë tokë është. Kjo shakra e tretë ka një rëndësi, pra shakra e tretë quhet ndryshe edhe përfaqëson identitetin tonë, sovranitetin tonë dhe na ndihmon ne që jo vetëm të lidhemi me fuqinë tonë, të lidhemi me vërtetësinë e jetës tonë, por edhe me intuitën. Ndoshta jeni shumë persona që jeni të rinj ose keni dëgjuar ose jo nga ana shpirtërore, ka të bëjë me atë që ne do t'ja u tregoj në këtë pak a shumë. Kjo është trupi jonë dhe në këtë rast trupi janë 7 shakrat, unë do të flas për shakrën rënj, për shakrën që është e dyta në ngjyrë pra rënj është e kuqe, e dyta është në ngjyrë portokallie, shakra emocioneve dhe seksuale dhe e treta është shakra pra plexus apo e identitetit tonë, ndryshe në gjuhën si qenie njerëzore, shakra rënj ka të bëjë me ku ne dalim jashtë, shakra e dytë e emocioneve, pra lidhja jonë me të tjerët, pra emocionet tona me të gjithë që ne rritemi në këtë jetë dhe shakra e tretë që ka të bëjë me identitetin tonë, sovranitetin tonë. Në këtë ne duhet të punojmë, kjo është koha që jemi të ftuar që të gjithë, që ne do të lidhemi me veten tonë dhe do të hyjmë në brendësitë të trupit tonë me qëllim që ne të lirohemi nga çdo e kaluar që na pengon dhe bllokon që janë emocionet tona, ndërsa kjo pjesë që rrethon trupin tonë është quhet ndryshe aura jonë, pra që jemi të lidhur me atmosferën dhe kjo e bardha dhe kjo është me 7 ngjyrat e ylberit, sigurisht nuk janë të qarta në këtë, të më falni, unë nuk jam profesionist, por gjithsesi përpiqem të bëj më të mirën dhe e zbardhura, më falni, dhe e zbardhura pra e bardha është ku ne arrim që ne e çlirojmë fëmirin tonë të brendshëm, e nxjerrim nga tuneli i zi, pra duke përpunuar të gjitha bagazhet e vjetra, dhimbjet tona që kemi krijuar vetë ne në fëmirin tonë, por që ka ndikim edhe nga për të cilën do ta zhvilloj tani, por të kuptoni që flas për zorët e barkut dhe janë 3 shakrat e ulta. Dhe këto është 3 shakrat e ulta, janë që pjesa dërmuese e njerëzve që akoma flen gjuhën, por edhe një pjesë që kanë punuar vetëm me pjesën lart, pra si thua qenia njerëzore, me qenia njerëzore kuptojmë atë që ne jemi pra të pandërgjeshëm, pra vetë ana jonë fizike dhe në këtë rast me mendjen tonë dhe ndryshe në gjuhën shpirtërore njihet energjia mashkullore dhe kjo energji është elektrike. Pra ju e dini që çdo gjë që ndodh në moment, pra në çdo debate vjen për arsye sepse ne jemi në rolin viktim, pra dhe në këtë rast duke patur dhimbjet që ne kemi marrë jo vetëm nga bota e jashtme, por edhe ato që ne kemi krijuar vetë, në këtë rast janë në zorët tonë të barkut, kemi të bëjmë me 2 truri i mendjes, por dhe truri i zorëve të barkut. Sigurisht unë bëj shumë video dhe nëse ju i ndiqni pas hapi, jo vetëm që bëheni të ndërgjegjshëm, por ju do të bëheni dhe të vetëdijshëm, sepse ndërgjegja ka të bëjë me trurin. Pra ne nga pandërgjegja do të bëhemi të ndërgjegjshëm, por edhe vetëdia ka të bëjë me shpirtin tonë, vetëdia shpirtërore për të cilën është edhe koha që ne jemi thirrur që të gjithë që ta hapim zemrën, por që ta hapet zemra ne duhet të lidhemi me veten tonë, me kohën e fëmirisë tonë. Por të kuptoni që në 3 shakrat e ulta për të cilet ja u tregova që janë në zorët e barkut, është që këto
janë krijuar pra që të kuptoni se si ju i keni këto tre shakrat. Sigurisht gjeneraca ime, ashtu sikurse dhe unë dhe shumica, ne jemi të lënduar, për arsye sepse ishte koha e nivelit të ulët të ndërgjegjësimit, por tani ju jeni bërë vetë shpirti, ju ka gjatë rritjes tonë, shpirti, misioni i shpirtit që krijesa na ka krijuar, pra jemi krijesa të krijesës, pra të Zotit të universit, sepse këtu po jetojmë në këtë botë, atëre çfarë ndodh është që ne do të ndihmojmë, bebi ndihmohet, pastaj ne do të vazhdojmë shkollën, pra mësojmë nga njerëz të tjerë, mësues apo çfarë ne kemi lidhje dhe ndërkohë edhe do të krijojmë. Gjithsesi, në përgjithësi, ne si klasë e pa privilegjuar, ne jemi më të dëmtuar në këtë rast që kemi, edhe pse ne punojmë fort dhe kemi bërë më të mirën në kuptimin asaj atë që ne kemi patur mundësi, është që nuk ka qenë se ishte vlera jonë. Kjo është që ne kemi bërë gjërat si kanë dashur të tjerët dhe kjo fillon në tre shakrat. Prandaj në këtë rast ne do të kuptoni që shakra e tretë ka fuqinë tonë, ka sovranitetin tonë, ka identitetin tonë, quhet ndryshe dhe ego në kohën e parë, pra ego. Unë nuk gjykoj egon, por ne do ta transformojmë egon dhe jo vetëm të një anshëm, jo vetëm nga ana për të cilën ju bëni afirmime të tasha dëgjoni që hiqni negative, bëjni pozitive e të tjera, sigurisht kjo ndihmon, por çfarë do të them, shumica pra nga ato që kam dëgjuar, është që edhe pse ndihmohen nga njerëz për të cilën bëjnë rolin e ndihmës, që ju kush kërkon ndihmë për atë çfarë të ndodh në trupin tuaj, është që japin edhe gjëra jo të sakta dhe sidomos kur flasin shumë për magjinë e zezë. Sigurisht për sa kohë ju jeni në pafuqi, ata e quajnë magji të zezë, pra të tjerët e kanë bërë. Okej, është e vërtetë që ne jemi të ndikuar nga bota e jashtme, por tani jemi të thirrur që ne do të arrijmë në bukurinë e jetës, edhe pse keni hyrë në një moment që çdo gjë është e panjohur për ju. Dhe tani, sigurisht është e panjohur, as Diana nuk i dinte se çfarë janë shakrat. Pra shakrat në trupin tonë, pra në shtyllën kurrizore që ekzistojnë nga ana shpirtërore, është që ne jemi lidhur me shakrën në dy këmbët tona në tokë dhe me kurorën që është, që u tregova, është që jemi të lidhur pra me qelin dhe ajo lëvozhga e vezës është aura jonë, pra ne jemi të lidhur dy këmbë në këtë për të cilën ne marrim informacionin dhe si ta kuptoni thjesht, nëse është shumë vath dhe jeni veshur mirë, sigurisht që edhe jeni veshur shumë trash, sigurisht e ndjen trupi pra nxehtësinë sepse ndjen që është për te temperaturës së trupit, ashtu sikurse edhe të ftohtin, apo një herë që ju rreth në trup dhe nuk jeni veshur mirë, mbas 2 ditësh do ndjeni që keni pra në organet tuaja, pra ndjeni të sëmur, pra e ndjen trupi e ndjen gjithmonë, por çfarë ndodh, duke qenë se jemi me mendje si qenie fizike vetëm me 5 shqisat, pra me atë se çfarë ne shohim në botën jashtme dhe duke mos ditur të hyjmë në botën e brendshme për atë që është truri i zorëve që do të flas tani është që të gjithë ju shpesh mund t'i thoni vetes që unë nuk e, pra ndoshta ju e dini që të gjithë të vërtetën, ndoshta edhe sidomos në fëmijërinë e hershme, ndoshta nuk e mbani mend dhe prandaj unë doja u tregoj tani që të bëheni të vetëdijshëm se këto janë arsyet. Por për një pjesë ju mund të mbani mend, po çfarë ndodh me ju, ju i thoni vetes që okej, unë nuk e tregoj, pra nuk e tregoj të vërtetën sepse e kam shakrën e fytit pra të bllokuar, pra nuk mund të shprehem. Kjo nuk vjen nga shakra e fytit për të treguar të vërtetën. Kjo vjen sepse ju keni lëndime në zorët e barkut dhe në këtë rast të kuptoni që është fëmijëria juaj i mbytur, pra është ajo që ne kemi ardhur në këtë tokë me një mision dhe me një drejtim. Misioni i shpirtit është 7-14, pra nga 0 deri në 7, ne jemi në kohën e pyberit, pra nga beb rritemi, pra pyber, masanej në moshën 7, 14,
14, 21, 21, 27 janë 3 adoleshenca për të cilën këtu në moshën 7 deri në 14 dhe midis pra në moshën 10 vjeç fillon ajo që ne krijoj egon ton. Dhe si ta kuptoni, pra që po flas për chakrën plexus, fëmijët tuaj në këtë kohë është që krijojnë atë, pra fillojnë të krijojnë dëshirat e tyre, pra fillojnë kërkesat e tyre dhe ndoshta ju si prindër e ndjeni që fëmijët shpesh nuk ju dëgjojnë ju, pra nuk bëjnë si doni ju, sidomos në këtë kohë. Por gjithsesi, edhe në kohën tonë, dhe ne kemi dashur të bëjmë gjërat si ne doshim, por ne filluam që të gjykoheshim, ne sigurisht anët kanë qenë të varet si jeni edukuar. Ne jemi të ndryshëm që të gjithë, me prindër të ndryshëm, me nivele të ndryshme, kultura të ndryshme, shkolla të ndryshme të tjera, gjithsesi të kuptoni, dhe brenda familjes ne jemi të ndryshëm si fëmijë, por gjithsesi të kuptoni që në këtë kohë janë shkrijuar ego dhe sigurisht kjo është që në këtë rast një pjesë nga ju për të cilën nuk bëhet fjalë të gjykohet ego, bëhet fjalë që ne do ta transformojmë në energjitë e asaj që nga mendimet, fjalët apo sjellje, zakone, varësi që ne kemi marrë nga të tjerët, ne do t'i transformojmë dhe do t'i bëjmë në veten tonë, pra në fjalët tona. Dhe një pjesë nga ju punoni me këtë nëpërmjet afirmimeve apo çfarë teknikash që ju përdorni, por çfarë ndodh? Pjesa dërmuese lidhen pra me afirmime, dëgjojnë dhe vazhdojnë dhe veprojnë me ditar apo me forma të ndryshme që të gjithë jeni të lidhur, por bëhet fjalë vetëm për rritjen tuaj nga pjesa, pra në lidhje me ndryshimin, siç e thonë, ndryshoni me ndimet negative, bëjni pozitive e të tjera. Gjithsesi të kuptoni një gjë, për sa kohë ju do të qëndroni vetëm me këto gjëra dhe nuk do të ndjeni në brendësi të trupit tuaj, në pratimin të vëmendshëm në zorrët tuaj, atëherë ju jeni të një anshëm në çkuptim, është një lloj sikur të ngjitesh, të kesh një shkallë për të cilën lëkundet poshtë dhe ti edhe pse je ngjitur lart, prap lëkundesh. Dhe si ta kuptoni, unë bëra një video përpara që nëse ju bëni afirmime dhe ndjeni përsëri që diçka nuk shkon, do të thotë që ju jeni në zorët e barkut akoma, pra keni emocione të papërpunuara, që do të thotë në zorët tona janë e kaluara jonë, janë blokadat tona, janë dhimbjet tona, në mëlçin tonë që ka lidhje, përse po flas për zorët e barkut, ka lidhje ajo që ju jeni të zemëruar, ju jeni të pakënaqur dhe ju nuk keni falur, dhe kjo është që ju keni dhimbje në zorët tuaja, pra ndjeni çdo gjë, ashtu sikurse në veshkat tuaj dhe sidomos që ndjeni në pjesën e mbrapshme të shtyllës kurizore, pra ku është legeni, pra ose ndryshe afër, pra thjesht tek bishti i trupit fizik në botën fizike, por tani në botën shpirtërore, chakra njerëzën, ju ndjeni të pasigurt në këtë botë, pra jeta juaj nuk është si e doni juaj, jeta ju ka dënuar e të tjera. Kjo është që ju keni frikë dhe jeni të pasigurt, dhe në këtë rast është që ju nuk besoni në veten tonë, në veten tuaj, ashtu sikurse dhe unë dikur, por të kuptoni që kjo vjen kur ju ndjeni këto, vjen për arsye sepse ne kemi chakrat, pra 3 chakrat e ulta në zorët e barkut, emocione të papërpunuara, dhe këtu është familja jonë e jashtme që qëndron i mbytur. Kjo na ndihmon ne që të kuptoni, kjo është që ne do t'i kthejmë këto 3 chakra, ne do t'i bëjmë të fuqishme, dhe sigurisht kjo do të arrihet vetëm atëherë kur ne do të ulemi dhe do të lidhemi me trupin tonë, pra duke krijuar atë paqen e brendshme, duke u lidhur që të gjithë ndoshta meditoni apo çfarëdo lloj forme meditimi që përdorni, ju do ta filloni të lidheni me chakrën rrënjë. Pse e them këtë, dhe sidomos që ju kam thënë, ju duhet të dilni në natyrë, sepse është numër 1 shërues, të çliron energji jo vetëm nga ana emocionale, por dhe nga ana mendore, sepse baza e rritjes çdo fëmije, ju e dini që fëmijët, pra ndoshta jeni nëna, gjyshe të tjerë, kanë qef pra të lidhen, të dalin, të jenë, të luajnë jashtë, të njohin botën.
Tani çfarë ndodh me ne? Të kuptoni që shakra e rënjë, pra legemi, pra shakra rënjë, ka të bëjë ku jemi në dy këmbët tona, të lidhura në tokë, ka të bëjë me atë që është shak frisnore. Dhe në këtë rast është ne që kemi lidhje me familjen tonë, babaj, nënën, gjyshe e tjera, pra frisnore. Pra ne me të tjerat. Por kujdes, për shënim, për një pjesë nga ju, jo të gjithë, për një pjesë nga ju, ndoshta keni dëgjuar që ose jeni të adoptuar, ose keni dëgjuar që keni qenë për të adoptuar, ose gjatë të rritjes tuaj keni parë në familjen tuaj që marrëdhëniet, pra prindrit kanë pas probleme me njëri tjetrin, ose nuk silleshin mirë me njëri tjetrin, ndoshta edhe janë keq trajtuar, se në atë kohë ishte që keq trajtonin edhe gratë e tjera, ose edhe debate, çfarë do lloj, sigurisht këto gjëra i keni, këto janë energji dhe i keni marrë me vete dhe janë në trupin tuaj, edhe pse ju u rritat. Pra fillon që këtu ne kemi dhimbje dhe sidomos mund t'ju them këta ju që keni qenë të adoptuar apo të nisur për të adoptuar, ose tjetër, ndoshta keni mësuar që nëna juaj ka dashur për shembull t'ju dështim. Sigurisht, pra që në bark të nënës ne kemi marrë me vete, pra bagazhe të vjetra, dhimbje të këtyre energjive, ndoshta në këtë rast për ju, qofse i keni këto, të pyesni, pra kur të lidheni me veten tuaj me meditim, apo edhe qofse nëna juaj jeton, pra të pyesni që si ka qenë ardhja jote, ka qenë me dëshirë apo pa dëshirë, apo qofse ke qenë adoptuar apo tetash, pra sido që t'jetë, ju të dini që të kuptoni që në këtë kohë keni pasur dhimbje. Dhe mos e vjen çudi që shpesh edhe në qoftë nuk i përgjigjsoj të gjithë, se mund të keni patur dhe prindër të pra që ju kanë qenë të mirë dhe në kuptimin kanë ditur t'ju edukojnë, por një gjë të dini, edhe ju që keni patur, pra që mendoni që keni patur një fëmijëri të rregullt, që e mendoni, përsëri ju keni shablonet e shoqërisë, sepse jeni edukuar, pra në shkollë, në tetash, dhe ka qenë niveli dhe akoma vazhdon, pra një lloj përçarje, edhe pse ka një zhvillim më të mirë, sidomos për gjeneracat që kanë lindur tani, kjo nuk bëhet fjalë sepse energjia e tyre është me energjinë e re, por për vitet nga 50 deri në 2000 të shekullit 20, ne kemi pasur frekuenca pra të ulta, ashtu sikurse edhe emocione të ulta, për arsye se ka qenë niveli i ulët. Çfarë do të thotë frekuencë? Pra në lidhje me mendimet tona, me fjalët tona, sjelljet tona nga ana mendore, por edhe në lidhje me vibrimet tona në zorët tona të barkut, për të cilën ne nuk dinim se si të vepronim me atë çfarë ne ndjenim. Ne nuk kemi qenë kurrë të shkëputur nga universi, sepse universi është me dimensione dhe edhe ne si që njerëzore jetojmë në këtë univers, jemi energji, energjia drejtohet nga universi, çdo gjë është energji dhe ne jemi energji, energjia maskullore, mendja, për të cilën ne komunikojmë dhe është elektrike, është ajo që ne kur kemi debate ne nuk dëgjojmë, por direkt shpatën, mundësisht edhe nëse pra mund t'jesh shkaktari që nis ti debatin apo jo, ti nuk e kupton, ti është ajo që është lëndimi, pra është në mënyrë të pavetëdijshme, duke arritur që të lëndojmë njëri tjetrin, por lëndimi vjen sepse ne jemi të lënduar dhe mbi të gjitha është krijuar në bazën e dashurisë në nevojë, pra ne kemi nevojë për të tjerat. Gjithsesi, kjo vjen sepse kjo shakër rënjë për të cilën ne kemi ardhur në këtë tokë dhe është shakra kur është me të vërtetë kjo shakër është krijuar nga krijesa që na thonë me mirë se ardhe angjëll në këtë tokë, ti merr frymë, ti ke të drejtë të jetosh në këtë tokë, ti ke ardhur me një mision dhe me një qëllim në këtë jetë. Pra ti e meriton të jetosh, sepse kjo tokë e mrekullueshme për të cilën për sot jetohet e ka krijuar krijesa dhe çdo gjë ekziston dhe është një pafundësi e jetës e kompletuar, e perfeksionuar dhe e tëra për të gjithë ne. Toka nuk është e askujt, është e të gjithëve dhe të kuptoni që ne jemi pjesë
Çdo gjëje që ekziston në këtë, pra jemi dhe ne si që një jo vetëm njerëzore, por dhe shpirtërore, se kështu na ka krijuar krijesa. Pra çfarë do të thotë? Ne lindim dhe vdesim. Po kur lindim dhe vdesim, kush vjen? Vjen fryma dhe ikën fryma. Fryma është jeta. Fryma është karburanti i jetës. Fryma është ajo që është energjia jonë. Fryma është që mban këtë zemër. Kjo zemër e cila është ajo që quhet, ju e keni Zotin në zemër, ju jeni krijues, ju keni ardhur në këtë tokë për të ndihmuar, për të mësuar dhe për të krijuar dhe të krijojmë për njëri tjetrin sepse që të gjithë jemi krijues. Dhe ju e keni dëgjuar që ju thonë për shembull që ka talente të tash, wow, ngjake gjyshit ose gjyshe, sepse është kjo trashëgimia. Por të kuptoni edhe një gjë tjetër, dikush mund ta ketë talent, por ne jemi krijues, ne e krijojmë, ne mësojmë se prandaj kemi ardhur në tokë, edhe nëse unë qesh e lënduar dhe për 57 vjet derisa u zgjova, pra 57 vjet jam zgjuar, po këto 5 vjet unë punova aq shumë me shpirtin dhe atë që unë u dorëzova që dua Dianën dhe do të vazhdoj të ndjej Dianën, që dërgova këtë energji, pra isha gati për ndryshim, e dërgova energji në univers që dua Dianën dhe çfarë ndodhi është që shpirti, sepse është Diana, shpirti im, atëherë që ndodhi, vetë shpirti më drejtonte të bëja veprimet që nuk e dija dhe unë kam shëruar veten vetë, sinqerisht. Sigurisht shpirti më drejtonte, më ndihmonte me energjia, pra më ndihmonte që të lidhesha me njerëzit për të cilën unë rezoroja dhe kjo më bënte që atë që pse e pash, çfarë ndjeva, si ndjeva e të tjera, atë pasapi, pra ne ndihmojmë, ne nuk jemi vetëm, të nisni angjëjt, mjeshtrat, apo çfarë ju jeni të lidhur, çfarë ju keni dërguar në univers, në këtë rast ju ndihmojeni dhe çfarë ndodh është dhe ju e arrini, kur lironi fëmijërinë tuaj të brendshëm, ju do të lidheni me intuitën tuaj, me dhuntin tuaj, sepse që të gjithë kemi mision dhe kemi drejtim. Gjithsesi të kuptoni që kjo është shakra fisnore dhe që këtu për një pjesë nga ju që të uleni, të pyesni nëse keni nënën tuaj gjallë, ta pyesni si ka qenë marrëdhënia ose kushdo që të jetë, edhe nëse si keni, ju lidheni, jeni lidhur me meditimin dhe uleni, pra edhe pyesni shpirtin tuaj. Si ka qenë marrëdhënia e nënës tuaj, ju ka dashur apo jo, si ka qenë me lidhja me prindrit në atë kohë, ka qenë e gëzuar apo në këtë rast që tash keni qenë për t'u adoptuar e më tash. Sigurisht gjeneracia ime ka dhimbje. Nuk do të thotë që patjetër duhet të jenë prindrit të këqij. Sigurisht ka dhe ekstreme, sigurisht sepse ne kemi dëgjuar dhe kemi bërë gjërat që kanë dashur prindrit. Por për ata në atë kohë ata ishin mirë, sepse ishin më mirë se prindrit e tyre, sepse ne marrim me vete, pra shpirti është i përjetshëm dhe ne marrim, dhe në këtë rast është shakra fisnore, pra kemi marrë bagazhe, kulturën e tjera. Si ta kuptoni, ndoshta jeni fetar, pra ndoshta jeni fetar, por me zimin e shpirtit ju e kuptoni që Zoti nuk ka lidhje me fe. Zoti është pa fe, pse? Sepse Zoti është i të gjithëve. Edhe ne jetojmë, pra çdo gjë që ekziston e ka krijuar perfeksionizmi i mrekullueshëm, i plot fuqisë, pra Zoti, universi e tjera, por të kuptoni që ne jemi pjesë dhe në këtë rast është ajo që Zoti ne kemi në zemër dhe në kjo është ju keni marrë me vete, pra këtë besim, nuk ka rëndësi se çfarë do lloj feje apo religioni, por të kuptoni që ne që të gjithë dhe gjithçka ne jemi një. E dyta, të kuptoni që kur ne, më falni në sheklin, po flas një herë për dhimbjet, pra shakrat që janë të lënduara. E dyta është shakra pra emocioneve dhe seksuale. Dhe ka të bëjë me lidhje me prindrit tonë, me babajn, me nënën, me motrën, pastaj në rritjen tonë në shkollë, me shoqërinë tonë, e me radhë deri më sot, ashtu sikurse dhe seksuale, sepse vjen një moshë që ne do të lidhemi, sepse jeta është krijuar, pra edhe është një mrekulli që të lidhemi me njëri tjetrin, sepse në fund të
fundit, bashkimi i dy energjive jep lidhje të re, pra vinë akoma më shumë dhe do të vinë akoma me miliona e miliarda shpirtëror në të ardhmen, sepse në fund të fundit jeta është në këtë tokë, pra toka është e populluar dhe mos ju bëj çudi që jeni ju dhe unë në këtë tokë. Këtu është jeta. Gjithsesi të kuptoni që në këtë moment është kjo shakër është që ne zhvillojmë atë dhuntin ton, talentin ton si fëmijë që ne kemi pra dëshirë. Çfarë ndodh? Ne që të gjithë si fëmijë kemi dëshira. Që të gjithë kur arrini që të kuptoni është që po kur është e lënduar ne e marrim këtë lloj lëndimi dhe bëjmë gjërat si donin prindrit, se mësuam nga prindrit, mësuam nga shkolla, nga shoqëria dhe këto ishin ato që ne nuk ishim në vlerën tonë, pra nuk ndoqëm talentin ton, dhuntin ton, aftësinë ton, po ne bëm gjërat si donte prindrit tanë, apo mësuesit, apo shoqëria, pra në shabllonit që ne morëm me vete. Pra ne nuk jetonim më me vlerën tonë, por ne filluam të jetojmë me vlerën pra të botës së jashtme, pra kushdo që të jetë. Pra edhe në këtë rast është që ne humbëm vlerën dhe ne shikonim vlerën këtë të tjerët, ashtu sikur se bari e shilë është në anën tjetër mirë dhe ne pra nuk ishim në gjendje të krijonim atë që ne dëshironim dhe çfarë ndodhi, ne krijuam ato që kemi tani marrëdhëniet tona e tjera, për të cilën janë në bazë të dashurisë, në nevojë, qoftë në lidhje me prindrit, në lidhje me shoqërinë, në lidhje me një partner romantik, sidomos gjeneraca ime, ose më saktë deri në vitet 90, pra 50 deri në 90 ne kemi shablone, jo vetëm vetë ne dhimbje që ne kemi krijuar, sepse ashtu ishte niveli. Gjithsesi, ndërkohë është pra kjo shakra e dytë është dhe shakra krijuese, ndërsa shakra e parë siguria, gjithsesi doja të tregoj në vazhdim. Shakra e tretë është tani që ka të bëjë me identitetin ton. Ne krijuam detyrimisht, duke qenë se këto shakra ishin me lëndime, ne arritëm në stomak, pra shakra e stomaku, identiteti jon, fuqia jon, vërtetësia jonë, ne krijuam veten tonë të pavërtet, sepse ishin këto shakra të lënduar dhe në këtë rast ne krijuam ego. Pse? Sepse në kohën e fëmijërisë ne u ndjem të pasigurt dhe duke u ndjetë të pasigurt ne nuk besonim më as brenda as jashtë. Dhe me të drejtë unë do të krijoja, pra do të mbroja veten time se jetoj, shpirti jeton. Dhe çfarë krijuam? Ne krijuam atë kontrollin e jetës. Dhe këtë e morëm me vete. Dhe kontrollin e jetës ne e morëm sipas asaj që donin qoftë prindrit tanë, qoftë në kohën e mësimit, apo edhe në shoqërinë të tash, pra gjatë gjithë jetës tonë. Dhe këto i pasqyrua edhe në marrëdhëniet tona, në çdo lloj marrëdhënie, në punë romantike me prindrit, dhe mos ju bëj çudi që marrëdhëniet janë 99.9% janë me debate, qoftë dhe për gjëra të vogla që janë stresore dhe mbi të gjitha janë bërë të natyrshme. Por në këtë kohë që të gjithë ne po zgjohemi dhe kjo ego është krijuar shënim, si u krijua. Mësoni që misioni i shpirtit është 0, 7, 10, 7, 14, 14, 21, 21, 28 e tjera. Dhe pastaj mbas 28 vjet ne shpirti fillon të vjedesojë, pra ne jemi në rritje deri në moshën 28, 29, 30 vjeç energjia është në rritje. Aty këtu për gjeneracën që është tani ka fragmente, shablone të shoqërisë, po përsëri ndoshta e ndjeni dhe ka dhe të rinj që po lidhen me veten e tyre, me dhuntin e tyre, talentin e tyre, po ne që jemi të lënduar në këtë rast, ne e krijuam pra në moshën, si fillon, në moshën 10 vjeçe fillon që është adoleshenca e parë. Dhe këtu i kuptoni fëmijët tuaj fillojnë të përgjigjen kërkesave të tyre, pra shikojnë veten e tyre, ashtu sikur se shpesh dhe ju kundërshtojnë ju si prindër. Gjithsesi, kjo është shpillimi i egos, pra këtu fillon ego në moshën 10 vjeç. Ndërkohë e dyta që vjen në moshën 8, pra 14 deri në 21 vjeç vjen në mes në moshën 18 vjeçe. Dhe ju e dini, mbaroni gjimnazin. Pra është në këtë moment është që ju krijoni identitetin tuaj. Akoma e vin çik më, pra bëhesh, pra kërkon bëhesh dikush, sepse është energjia që rritet.
Ashtu sikurse edhe adoleshenca e rritjes që fillon në moshën 21-28 vjeçe. Pra edhe në këtë moment fillon që edhe të kuptosh se çfarë do të bësh në këtë në këtë tokë. Pra krijues, pra ndihmohemi, mësojmë dhe krijojmë. Gjithsesi ne gjeneraca jonë, ne bëm gjërat si donin shoqëria, si donin prindrit, dhe në këtë rast ne nuk kemi jetuar me vlerën tonë, me atë që ne humbëm, sepse na i vodhëm sigurisht në nivel të ulët, por tani ne jemi të thirrur dhe duke e kuptuar që ne kemi krijuar këto, ne tani jemi shpirti na mësoi gjatë kohës rritshmërisë tonë, na mësoi shumë gjëra dhe tani ne jemi lidhur me shpirtin dhe duke u lidhur me shpirtin ne sa më shumë ne ndjekim shpirtin, aq më shumë ne fillojmë të lidhemi, të shërojmë këto shakrat. Dhe ajo që të kuptoni është që këto shakra janë të shëruar kur ne fillojmë të ndjejmë apasapi çdo gjë, duke filluar nga shakra rënd, dhe këto janë që ne lidhemi me natyrën, çdo ditë duke i ndjekur, ndërkohë lidhemi me emocionet tona, çfarë na sjell trupi, se ju dhash video përpara, çfarë na sjell trupi në lidhje me shakrën e dytë, dhe në këtë rast është në lidhje me emocionet dhe me marrëdhëniet që ne kemi, dhe ajo që do të arrim, pra duke vazhduar, duke u liruar këto emocionet, ne do të lidhemi dhe me identitetin ton. Dhe mbi të gjitha të kuptoni që çdo gjë që arrihet është që të gjithë ne të kuptojmë, ne nuk do të rrim të një anshëm, pra vetëm me afirmime, por edhe në qoftë se jeni të lidhur me shumë shpirtëror, kujdes se shpesh e quajnë egon si në gjuhën e tyre që nuk ka unë, se ego është uni, është unë, por është e vërtet që nuk ka unë, për të kuptoni shumë, sidomos religione e quajnë që pra ti nuk je as trupi, ti nuk je as mendja, më besoni, ne jemi dhe trupi, ne jemi dhe mendja. Por tani është ajo që ne nuk kemi më nevojë të shkëputemi, ne jetojmë në këtë realitet, ne kemi familje, pavarësisht se Diana u zgjua, këtu jeton djali im, e më të thash familja ime, më përpara e quanin këtë, pra ishte akoma niveli, edhe pse njerëzit gjojshin, ishte niveli i ulët përsëri, dhe në këtë rast një pjesë që e dinte që nuk ekziston uni, pra sepse ne jemi një, është e vërtet që është një anshmëria, është e vërtet, por në këtë kohë ne jemi që të gjithë një, që të gjithë dhe gjithçka një, pra nuk ka rëndësi se si ne jemi, a jemi duke fletur gjumë, a jemi të zgjuar, ne jemi që të gjithë në një, vetëm se ne tani jemi të zgjuar, pra kemi zgjedhur ndryshimin dhe ne do të shërohemi këtu, ne nuk kemi nevojë më të bëjmë murgje, si ishte murg apo murgesh, apo të shkojmë, sigurisht që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë metode apo çfarë ndiqni, por në qoftë se jeni në këto video, unë e shërova veten këtu në këtë shtëpi dhe në natyrën që ka krijuar Perëndia në këtë realitet ku jetoj, dhe ajo që të kuptoni është që duke u lidhur me veten tonë, ne kuptojmë që të jemi që të gjithë, nuk keni pse gjykoni egon, ne do t'i transformojmë këto energji, dhe mbi të gjitha është që ne duke punuar, pra jo vetëm me mendjen, por edhe me shpirtin, duke i krijuar në harmonizim, ne do të arrijmë në bukurinë e jetës, për të cilën krijesa na ka krijuar që të gjithëve, që të jetojmë së bashku, dhe kjo është edhe koha e afatit kohor, sidomos për klasën tonë të pa privilegjuar, sepse ne kemi dhimbjet më të mëdha, dhe sidomos gjeneraca ime, që ne të jetojmë së bashku dhe do të shkëputemi nga frika, nga pasiguria, ashtu sikurse edhe nga emocionet që na sjell shpirti, pra jo vetëm në lidhje me trupin ton fizik, por edhe me lidhjen me trupin ton shpirtëror. Mësoni që në lidhje me individualiteti ekziston, njëshmëria ekziston pa individualitet,
pa etiketime, pra i mirë i keq, i zgjuar, pa zgjuar, i varfër, i pasur, ne jemi që të gjithë një, pra që të gjithë dhe gjithçka një dhe në këtë univers ekziston çdo gjë dhe për këtë të gjithë ne, por që të arrim të realizojmë atë që ne dëshirojmë, paqen dhe sidomos paqen e brendshme, ne do të arrim vetëm atëre ku ne të lidhemi me hijet e vetes tonë dhe në këtë rast me të gjitha sekretet që ne mbajmë, me nevoja tona, kush janë nevoja tona, pra me veten tonë dhe që të gjithë ne jemi të lidhur me këtë tërësi që është universi, është bota ku ne jetojmë, që të gjithë kemi ardhur me një mision dhe me një drejtim dhe ajo që të gjithë kërkoni, që çfarë do lloj që ju ndjeni në trupin tuaj, ju do të hyni të lironi fëmirin tuaj të ershme. Për këtë keni videon e parë. Por me që se jam në këtë video, të kuptoni shumica nga ju për të cilën jeni në marrëdhënie, në çfarë do lloj marrëdhënie, dashuria pa kushte ka të bëjë që ne, pra nuk ka të bëjë vetëm me romancën, me romantikun, por është e gjithashme dhe ku ne arrim në paqen tonë të brendshme dhe lirojmë fëmirin tonë të brendshëm, ne do të arrim në dashuri pa kushte, që do të thotë lirohet energjia dhe çfarë bën, ne fillojmë lidhemi me zemrën tonë. Duke u lidhur me zemrën tonë, procesi bëhet akoma dhe më i bukur dhe më i lehtë, edhe pse ka vështirësi, përsëri të kuptoni që ju që jeni në marrëdhënie ose dhe që së mos në marrëdhënie romantike, ndoshta që keni patur divorc ose diçka që ka ndodhur me ju, ose dhe jeni në marrëdhënie dhe kur unë them ju duhet të lidheni dhe të doni veten tuaj, ju ndoshta mendoni ose kujtoni që okay, por unë si të shkëputem kur unë e dua, për shembull, e zëm atë që keni, ose pse duhet të heq dorë nga ajo që unë dua. Pra, pse duhet të heq unë dorë nga ajo që dua. Të kuptoni një gjë, në qoftë se ju kujtoni dhe mendoni në këtë, do të thotë që ju jeni me të vërtet akoma nuk doni veten tuaj. Prandaj, në këtë rast, jo vetëm që të ndiqni videon e parë që kam bërë para kësaj, hapasapi, me qëllim që të kuptoni dhe të arrini të lironi fëmirin tuaj, por ndërkohë është që të arrini të kuptoni që ne duke dashur veten tonë, ne do të arrim që të krijojmë të hapim zemrën tonë, ne do të krijojmë një harmoni midis mendjes dhe nga ana e pa ndërgjegjshme, do ta bëjmë të ndërgjegjshme dhe nga ana e pa vetëdijes në lidhje me emocionet tona në zorët e barkut, do t'i bëjmë të vetëdijshme dhe në këtë rast të kuptoni që të gjithë shakra rënj është që ku ne vim në këtë tokë, ne jemi të sigurt dhe që të gjithë ju të përdorni këtë mantër, ka të bëjë me atë që është shakër që ju e meritoni të jetoni në këtë tokë. Ju keni ardhur me një mision. Çdo individ ka procesin e vet gjatë rritjes, se është misioni i shpirtit dhe në këtë rast përdorni këtë mantër. Unë e meritoj të ekzistoj dhe të marr të gjithë të mirat e universit. Shakra e dytë, e cila ka të bëjë me emocionet dhe ka të bëjë edhe me lidhje me anën seksuale, është që në këtë rast ka të bëjë me atë që unë e meritoj të krijoj një marrëdhënie të mrekullueshme dhe të përjetoj kënaqësi. Dhe shakra e tretë, për të cilën është egoa juaj, pra në këtë rast ne do ta transformojmë dhe sigurisht që do të veproni, por do të përdorni edhe këtë mantër, është që unë e meritoj të respektohem dhe të kem kufin të ndershëm me të tjerët. Pra, këto janë që do t'ju ndihmojnë ju gjatë kohës që ju meditoni, gjatë kohës që ju merreni me ditare me të tjera, apo çfarë do lloj dalje në natyrë tjera. Këto t'i përdorni shpesh dhe një gjë të dini, të hyni, të ndjeni çdo moment kur ju ndiqni shpirtin, ju jeni në momentin prezencë. Në qoftë se ju nuk jetoni në momentin prezencë, ju keni akoma blokada që u bën mendja juaj, sepse ju rrini me mendjen. Do të thotë që ju rrini akoma me dhimbjet tuaja. Por, duke qenë të vëmendshëm në zorët tuaja të barkut,
ju do të kuptoni që nga ju vin, pra si që u tregova, frika është në veshkat tuaja, ku i keni dëmbjet, dhe akoma shakra rënjesh, në qofë se keni dhimbje të kockave, në qofë se keni fryrje të barkut e tjera pa simptomat jo fizike falni, të trupit tuaj dhe këto ndje në këtë kohë trupi jonë, tjetër në qofë se keni probleme në marrëdhëniet tuaja, sigurisht është që jeni të lënduar, asgjë nuk ndodh në marrëdhëniet tuaja pa një shkak, jeni dhe ju, dhe ndërkohë edhe në lidhje me egon, që ka të bëj, nuk do të gjykoni egon, në fund të fundit është vetja juaj, por ne do të transformojmë atë duke lënë dashurinë në nevojë dhe duke krijuar dashurinë pa kushte për të cilën na krijon që ne të jemi në dy këmbët tona, në fuqinë tonë dhe në qoftë se kërkoni dashuri dhe jeni të hapur në univers, kur ju e keni arritur dashurinë tuaj, ju nuk kërkoni për një pjesë ju më të gjeni shokun tuaj nuk jetë vetja juaj si që është Diana, për një pjesë në qoftë se ju kërkoni lidhje, është që duke jetuar në vetën tuaj dhe nëse jeni të hapur në univers, sigurisht dhe universi do ja u paraqiti, por të jeni të sigurt që ju duhet të hiqni dorë nga dashuria. Kur them nga dashuria, do të thotë nga ajo që ne kemi krijuar dashurinë në nevojë nga të parët tanë. Dhe në këtë rast, që të gjithë kur mos mendoni që ju duhet të hiqni dorë nga diçka që ju doni, nuk bëhet fjalë për atë që ju doni, por në fillim të planoni të doni veten tuaj dhe masanej do të arrini që o do t'i jepni marrëdhënies një mrekulli, ose dhe do të shkëputeni sepse do ta kuptoni vetë. Gjithsesi, kjo është që ne do të lidhemi me të vërtet në zorët e barkut dhe të jeni të vëmendshëm që të kuptoni që nëse i keni këto dhimbje, të punoni dhe të jeni të sigurt që pas hapi ju ndihmojeni dhe dërgoni energjinë, kërkoni ndihmë dhe kjo do t'i bëjë që ju të arrini në fuqinë tuaj, të lidheni me identitetin tuaj dhe ndërkohë edhe të lidheni me intuitën tuaj. Intuita juaj është dëgjimi i zemrës tuaj, por që të dëgjoni zemrën me mrekulli është që ju me të vërtet do të punoni me të gjitha emocionet tuaja, duke i njohur me vërtetësi, duke i planuar me vërtetësi, duke i falur veten e të tjerët dhe duke dhënë mirësi dhe dashuri dhe do ta lini të shkojë. Por do të ndjeni gjithçka në zorët tuaj të barkut, mos jeni të ngjashëm, pra vetëm me kokën, por pra me afirmimet, nëse ndjeni bllokime, por edhe me zorët tuaj. Vetëm kjo do të krijojë harmoni me njëri tjetrin dhe do ta lidhi me misionin e shpirtit dhe drejtimin që ju hap rrugë për të krijuar jetën që ju ëndërroni dhe dëshironi, por që dhe do të veproni. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.